për skuadrën e Malishevës. Simi Tollovi, arrit shënoi! Xhemaj Libishi! 3 tani në Malishevë, po e shojmë njerë tjetër. Fillimisht u ndihmua nga treni Kryeziu, që provoi për të realizuar toku devijua dhe shënoi Xhemaj Libishi. Ja tash topi mirë, po e shojmë të mundësi, vjen goditja! Xhemaj Libishi! 3-0 Malisheva! Ja momenti i golit. U realizoi Xhemaj Libishi. Tuaj rezultatet. Asistimi nga Ardin Veliu. Ka qenë një ndeshje për më të vështirave gjatë këtij kampionatit, po kemi analizuar me detaje qysh me arrit një fitore kaq rëndësishme për me arrit atë synimin që e kemi në si klub. Dhe shpresoj që në mënyrën më të mirë ja kemi dalë, por nuk me thonë që u ka kryt të kjo lojë, po kemi edhe do finale tjera për mi kry. Synimi dihet për me ka vendimin e të rejtë për me dalë në Europë, po mendoj që kemi bërë një punë mjaft të mirë bashkë si ekip që jemi angazhu, besoj që edhe rezultatet kanë ardhur në mënyrën më të mirë të mundshme. Mas pari falenderoj trajnerin për besimin që më ka dhënë, pastaj normal klubin, lojtarët edhe gjithë që janë pjesëtar të klubit, se nuk është e lehtë pa ndihmën e tyre për me arrit shumë 2 gola me ndihmu ekipin.